Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump reagoi ashpër ndaj Bashkimit Evropian pas vendimit të Komisionit Evropian për të gjobitur Google, duke akuzuar Brukselin se po godet sistematikisht kompanitë amerikane të teknologjisë dhe duke paralajmëruar kundër masa tregtare. Në një postim në platformën Truth Social, Trump premtoi se Bashkimi Evropian po përdor gjobat si një mënyrë për të përfituar në kurrizë të kompanive amerikane. Bashkimi Evropian e ka bërë përsëri, pas gjobës prej 15 miliard dollarësh ndaj Apple, 3 miliard dollarëve ndaj Meta, 2.5 miliard dollarëve ndaj Amazon dhe shumë kompanive të tjera amerikane. Tani ka vendosur edhe një gjobë prej 1 miliard dollarësh ndaj Google, pas një shpjegim. Kjo e çon totalin e gjobave ndaj Google në mbi 18 miliard dollar. Bashkimi Evropian po sulmon drejt për drejt kompanitë tona dhe nuk do ta lejojmë këtë, tha ai. Presidenti amerikan tha se administrata e tij do të përgjigjet me masa konkrete ndaj Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara nuk janë dërkuc kursimi i Europës dhe nuk mund ta lejojmë këtë. Do të nisim menjëherë një hetim sipas nenit 301 mbi praktikën e grabitjes së kompanive amerikane dhe të taksapaguesve amerikan. Bashkimi Evropian do të paguajë një çmim shumë të lartë për këtë sjellje të paligjshme dhe thellësisht jo etike. Presim gjithashtu të vendosim tarifa të konsiderueshme ndaj BE-s, sa më shpejt të jetë e mundur, tha Trump. Reagimi i Trump vjen një ditë pasi Komisioni Evropian vendosi një gjobë prej 890 milionë eurosh ndaj Google, duke përmbyllur 2 hetime sipas aktit për tregjet digjitale. Sipas Brukselit, kompania ka shkelur rregullat që synojnë të kufizojnë pozitën dominuese të platformave të mëdha teknologjike dhe të garantojnë konkurrencë të ndershme në tregun digjital. Nga shuma totale 460 milionë euro lidhen me mënyrën se si Google favorizonte shërbimet e veta në motorin e kërkimit. Komisioni Evropian konstatoi se kompania u jepte përparësi rezultateve të saj për blerjet online, hotelet, transportin dhe sportin, duke i renditur mbi shërbimet konkurruese. Gjoba e dytë në vlerën 430 milionë euro lidhet me Google Play Store. Sipas komisionit, Google u akufizonte zhvilluesve të aplikacioneve mundësinë për të informuar përdoruesit për oferta më të lira jashtë platformës dhe u ngarkonte tarifa që të kalonin kufit e lejuar nga legjislacioni evropian. Nuk mjafton vetëm të pretendohet përputhje me aktin për tregjet digjitale. Google nuk ka përmbushur detyrimet e tij në mënyrë efektive dhe sot kemi ndërmarrë masa të vendosura, por të balancuara për të sankcionuar këtë shkelje, deklaroi zëvendës presidente ekzekutive e Komisionit Evropian për politikën e konkurrencës, Teresa Ribera. Google e kundërshtoi vendimin duke argumentuar se ndryshimet e kërkuara do të përkeqësojnë shërbimet për përdoruesit evropian dhe do të dobësojnë mekanizmat e sigurisë në Play Store. Kompania njoftoi se po shqyrton paraqitjen e një ankese. Komisioni Evropian i ka dhënë Google 60 ditë kohë për të zbatuar kërkesat e vendimit. Nëse nuk i respekton ato, kompania mund të përballet me procedura të reja dhe me gjoba ditore që mund të arrijnë deri në 5% të xhiros ditore globale të Alphabet, kompania më me Google.